Pastron mushkrit për 3 ditë dhe kuron kollën. Kjo është receta që bën mrekulli për organizmin. Nëse jeni duke kërkuar për një recetë natyrale për të luftuar kollën, bronkitin dhe pneumonin, mund të jeni sigur se keni gjetur një të shkëlqyer. Shurupi i qepës është një ilaç i vjetër në shtëpi, i cili trajton me sukses probleme të ndryshme të frymëmarrjes. Në përbërjen e tij, substancat e nxjerra nga qepa duken të përqendruara, dhe kjo është ajo që e bën atë një antiinflamator dhe antiviral të fuqishëm natyral, i cili punon në një mënyrë tepër efektive kundër kollës, gëlbazës dhe ngjyrjes së zërit, problemeve të fytit dhe gjithashtu mund të përdoret për të ndihmuar në trajtimin e bronkitit dhe të pneumonisë. Prisni qepën në feta dhe vendosini këtë feta në një tenxhere të madhe duke rregulluar: një fet qep, një shtrecë sheqeri kaf, një fet tjetër qep dhe një fet tjetër me sheqer kaf, dhe kështu me radhë duke përfunduar me një shtrecë sheqeri. Mbulojini tenxheren për të shmangur praninë e milingonave dhe insekteve të tjera dhe lëreni të qëndrojë aty brenda natës. Ditën tjetër ju do të gjeni gotën me një lëng në ngjyrë mjalti dhe ky lëng është shurupi. Doza është një lugë çaj shurup për çdo 3 orë. Ndërkohë, këtu do t'ju tregojmë edhe recetën fantastike e cila mund t'ju ndihmojë për të pastruar mushkrit, si edhe të largoni kollën. Inflamacioni dhe akumulimi i sekrecioneve në mushkri si pasojë të ftorës ose gripit mundet që të shkaktojë vështirësi në frymëmarrje dhe probleme me gjumin. Bllokimi i cili shkaktohet në krahëror shoqërohet edhe me një kollë tepër të fortë, nëpërmjet së cilës mushkrit përpiqen të pastrohen. Gripi dhe e ftora nuk janë të vetmit që shkaktojnë bllokim të krahërorit apo sekrecionet siç njihet gëlbaza. Ndërkohë, një gjë e tillë mundet që të ndodhë edhe si pasojë e bronchitit, azmës, fibrozës cistike dhe alergjive. Ju mund t'u vini në ndihmë mushkrive tuaja duke konsumuar lëngje të ngrohta të kockave, supa, çajra bimor e të tjerë. Ndër ushqimet dhe pijet më të rekomanduara nga ekspertët për këtë problem veçohet mjalti, i cili është efikas për pastrimin e mushkrive. Sipas informacioneve, një i rritur mundet që të konsumojë një lugë gjelle me mjalt çdo 3 deri në 4 orë. Ushqime të tjera të dobishme janë hudhra, limoni, erëzat, shega dhe njëkohësisht xhenxhefili. Përbërësit janë gjysmë lugë çaj me xhenxhefil pluhur, gjysmë lugë çaj me specë djegës pluhur, çerek filxhani me uthull molle të pafiltruar dhe 3 lugë gjelle me mjalt. Çerek filxhani çaj me lëng të freskët limoni. Përgatitja: zjeni së bashku uthullin dhe lëngun e limonit. Sapo të marval, hiqeni nga zjarri, shtoni mjaltin dhe xhenxhefilin së bashku me specin djegës. Ndërkohë, përzjeni mirë së bashku derisa të përfitoni një përzierje homogjene me një lëng me një përmbajtje uniforme, të cilin duhet që ta hidhni në një shishe qelçi. Ne gjithashtu ju rekomandojmë të konsumoni një lugë gjelle 2 herë në ditë për 2 deri në 3 ditë me radhë. Njerëzit të cilët kanë probleme me fjetjen si pasojë e bllokimit të mushkrive nga sekrecionet e trasha, rekomandohet që të përdorin 2 jastëk. Koka duhet mbajtur ngritur në mënyrë që ajo të pengojë kollën dhe njëkohësisht problemet me frymëmarrjen. Ju duhet që të shkoni tek mjeku nëse këto sekrecione zgjasin më shumë se 3 ditë, përkeqësohen ose kanë ngjyrë jeshile apo të verdhë. Ndërkohë, këtu do t'ju njohim me ushqime që pastrojnë rrënjësisht mushkrit tuaja. Mushkrit luajnë një rol thelbësor në sistemin e frymëmarrjes. Ato marrin oksigjenin dhe filtrojnë jashtë organizmit
të gjitha toksinat. Ruajtja e shëndetit të mushkërive dhe funksioneve të tyre është tepër thelbësore. Ndërkohë, mushkëritë e shëndetshme garantojnë që i gjithë organizmi të ushqehet siç duhet me oksigjen. Një mënyrë e mirë për të pastruar shëndetin e mushkërive është që ju të konsumoni ushqime me aftësi pastruese. Sigurisht që aktiviteti fizik, mospirja e duhanit dhe shmangja e ndotjes janë gjithashtu mënyrat më të mira për të garantuar shëndetin e mushkërive. Ushqimet luajnë një rol kryesor për mirëqenien e këtij organi. Barishtet, hudhra, agrumet, frutat e pyllit dhe njëkohësisht xhenxhefili janë ndër ushqimet më të rekomandueshme për shëndetin e mushkërive. Në këtë video ju do të mësoni për ushqimet më të mira të cilat pastrojnë mushkëritë. Fistikët. Fistikët janë shumë të rëndësishëm edhe për shëndetin e mushkërive. Sipas informacioneve, fistikët përmbajnë një lloj të veçantë të vitaminës E, e cila ofron mbrojtje ndaj disa formave të sëmundjeve të mushkërive. Fistikët gjithashtu ndihmojnë edhe në uljen e kolesterolit të keq dhe njëkohësisht të ngopin më lehtë dhe pa kalori. Ndërkohë, këtu ne do t'ju tregojmë të gjitha të mirat të cilat vijnë nga speci djegës. Speci djegës po ashtu është një erëzë e fuqishme dhe mirëbërëse për organizmin. Ai ofron me dhjetra përfitime për shëndetin e njeriut. Speci djegës gjithashtu ndihmon edhe në shuarjen e kollës, e cila irriton fytyn dhe në vazhdimsi ashpërson kollën. Ndërkohë, ekspertët thonë se speci djegës i parandalon të gjitha problemet me të ftohurën dhe gripin. Kjo erëzë shpërbën sekrecione dhe njëkohësisht ajo rekomandohet për gjithëkënd i cili vuan nga bronshiti apo problemet me rrugët e frymëmarrjes. Ushqimet e pasura me omega 3 ndihmojnë në pastrimin e mushkërive dhe efikasitetin e sistemit të frymëmarrjes. Salmoni, sardelet dhe arrorët së bashku me vezët janë të pasur me acide yndyrore omega 3. Këto ushqime kanë gjithashtu aftësinë që të shmangin inflamacionin në organizëm dhe njëkohësisht të përmirësojnë shëndetin tuaj mendor. Ndërkohë, gjithmonë siguroni të përfshini në regjimin tuaj ushqimor receta natyrale dhe ushqime natyrale të cilat nuk kanë asnjë efekt anësor përveç se t'ju ndihmojnë të pastroni mushkëritë. Rrushi, për shembull, është një frut i cili ndihmon shumë për të luftuar kollën, pasi që rrushi tonifikon mushkëritë dhe ndihmon në lehtësimin e simptomave të ftohtit dhe të kollës. Një gotë lëng rrushi përzieni me një lugë mjalt për të lehtësuar kollën. Konsumoni qepë. Përdorimi i qepës së gjallë është një perime shumë e rëndësishme për të luftuar kollën. Këshillohet të pihet lëngu i qepës. Një lugë lëng qepe duhet të përzihet me një lugë mjalt dhe njëkohësisht të ruhet 5 orë përpara konsumit. Ky është një shurup i shkëlqyer kundër kollës dhe duhet të konsumohet 2 herë në ditë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.